gjysa Ramazanit ka kalu gati pa unia s'pak. I lumi ai cili I mbushi fletët e regjistrave të tij me veprat e mira, me vepra të cilat e kënaqin Allahun Azza wa Jall. Mirë për atë të cilin I ka kalu këto ditë e këto net me vepra të cilat nuk e kënaqin Allahun Azza wa Jall, përkundrazi zemrojnë ata. Por se gjithmonë ka një pikë kthimit, se Allahu Azza wa Jall dyert e tij alhamdulillah I ka lënë hap derisa të vinë shpirti me dal. Dhe veprat janë sipas përfundimit, si thot për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim, me të vërtetë që veprat janë sipas përfundimit. I takon muslimanëve që në këtë muaj, në pjesën e mbetur, të pajisen me devotshmërinë ndaj Allahut Azza wa Jall, të garojnë në vepra të mira, e sidomos në këtë muaj fisnik, sepse nuk është gjunahi në muajin e Ramazanit siç është jashtë muajit e Ramazanit. Ashtu siç nuk janë veprat e mira gjatë muajit të Ramazanit në lidhje me muajt e tjerë, sepse shumë fishohen veprat e mira. I rritet shpërblimi I veprave të mira, ashtu siç I rritet pesha dhe veprave të këqija. Allahu Azza wa Jalla ka bë agjërimin e Ramazanit, edhe kalimin e netëve të Ramazanit në adhurim duke ju falë Allahut Azza wa Jall, po ashtu I ka bërë shkak për faljen e gjunaheve të mëparshme. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men sama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ai I cili agjeron Ramazanin me besim tek Allahu dhe me shpresë tek shpërblimet e tija, Allahu Azza wa Jall I afal atij gjunahet e mëparshme. Edhe në lidhje me namazin e teravive, thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Men qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ai I cili falet namazin e natës, pra teravit, gjatë Ramazanit, atëherë me besim dhe me shpresë tek Allahu Azza wa Jall tek shpërblimet e tija, Allahu I fal atij gjunahet e mëparshme. Në këtë muaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se hapen dyert e xhenetit. Hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhenemit edhe lidhen pranguesin shejtan. Agjërimi I Ramazanit është shkak me u fal gjunahet që bëhen mes dy Ramazaneve. Mes Ramazanit të kaluar edhe mes Ramazanit të tanishëm, ai që I agjeron këtë Ramazane, gjunahet që I bën në mes të Ramazaneve, gjunahet e vogla, Allahu Azza wa Jall bën shkak këtë adhurim që me ju fal të gjunahet. Allahu Azza wa Jall e ka veçu, e ka bëu më të mirë se sa popujt e tjerë për disa arsye. Një ndër këto arsye është edhe urdhënimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Allahu Azza wa Jall kur flet për këtë ummet thot kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Jeni populli më I mirë që ka dalë për njerëzit, pse? Ta'muruna bil ma'rufi, urdhnoni për të mirë, wa tanhauna 'anil munkar, dhe ndaloni nga e keqja, wa tu'minuna billah, dhe besoni Allahun. E ka përmend urdhënimin për të mirë dhe ndalimin nga e keqja së bashku me besimin tek Allahu Azza wa Jall. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "As-salawatul khams", 5 namazet ditore. Wal jumu'atu ila al-jumu'ati, edhe xumaja deri në xumën tjetër. Wa ramadhanu ila ramadan, edhe Ramazani deri në Ramazanin tjetër. Thot kaffaratun lima bainahunna ma lam tughsha al-kaba'ir. Janë shlymje për gjunahet që bëhen në mes tyne, nëse njeriu I shmanget gjunaheve të mëdha. Ai I cili e agjeron Ramazanin edhe e pason me 6 ditë prej muajit të Shawalit, është muaji I pasardhës që vjen pas Ramazanit, atij I njehet sikur me agjeru tan vitin. I llogaritet sikur të kishte agjeru komplet vitin. Profeti sallallahu alaihi wasallam për ta qetësuar atë, I tregon shpërblimin edhe mënyrën se si më arrit ky shpërblim që I kishte kësaj muslimane. I thot kur vjen Ramazani, thot shko për umre. Kur vjen Ramazani, shko për umre, sepse umre në Ramazan ka vlerën e haxhit, ka shpërblimin e haxhit. Dërsa në një transmetim thot është e barabartë me kryerjen e haxhit bashkë me mua. Ai I cili I jep iftar agjëruesit ka me pas shpërblim të ngjashëm me shpërblimin e agjëruesit,
pa ju paksu shpërblimi agjerusit as pak. Vetja gjuha jon e lagësht për kujtimit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Le të shtojmë istighfarin, kërkimin falje ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte njeri i cili janë fal të gjitha gjunohet, i kërkuan të falje Allahut azza wa jalla 100 herë në ditë, ndërsa në një transmetim thotë 70 herë në ditë. Nëse Allahu azza wa jalla udhëzon nëpërmjet teje një person vetë, është më mirë për ty se sa dy vete kuqe. Dy vete kuqe atëherë kanë qenë mjeti më luksoz i transportit në atë kohë. E njëjta gjë mund ta krahasojmë edhe me mjetet e transportit në kohën tonë. Nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Të gjitha falënderimet janë për Allahun Azza wa Jall, atë falenderojmë dhe vetëm për tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu subhanahu wa ta'ala për vehteve tona dhe për punëve tona të këqija, atë të cilin Allahu e udhëzon nuk ka se kush e humb, dhe atë të cilin ai e humb nuk ka se kush e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar tjetër më të drejtë vetëm se Allahu Azza wa Jall, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguar i tij. Në xhamat e nderuar, Allahu subhanahu wa ta'ala ka urdhëruar ka thënë në Kur'an: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ju që keni besu, ju është bërë obligim ju agjërimi ashtu siç i është bërë atyre që kanë qenë para jush, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Pra Allah subhanahu wa ta'ala e ka bërë obligim agjërimin e muajit të Ramazanit për dobinë e njerëzve, që me i pastru shpirtat e tyne edhe me i ngrit në përsosmëri njerëzore. Në agjërim ka gjana që ndalohen, si që janë ushqimi, pija apo gjana të tjera, gjana të cilat bajnë që me u ushtru shpirti, me kundërshtu tekat e tia, me kundërshtu dëshirat e tia, e ndihmon njeriun që me imposht epshet që i ka të ndalume gjatë agjërimit, si dhe e pastron dhe pajisme morale të larta. Sa herë që njeriu e forcon dijen për fen e tij dhe për atë që Allahu Azza wa Jall ka përgatitur për robërit e tij besimtar në jetën e ardhshme. Sa herë që muslimani kapet për fen e Allahut Azza wa Jall, aq më tepër ai e kupton vlerën e kësaj dynjaje. Siç është transmetuar në disa hadithe të profetit sallallahu alaihi wasallam, ku vlera e dynjas tek Allahu Azza wa Jall nuk ka pesh atësa krahu i një mushkajet, si thot profeti sallallahu alaihi wasallam. E vlera e jetës sonë është e madhe edhe merr kuptim real kur njeriu e jeton këtë jetë në bindjen ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, edhe e bën këtë jetë si rrugë drejtuese dhe udhërrëfyese për në ahiret, për në shpërblimet e Allahut Azza wa Jall. Xhamati nero, ky muaj i Ramazanit, është një ndër 12 muajt e kalendarit hanor. Është një muaj i cili ka një pozitë të veçantë në Islam, pedallohet nga muajt e tjerë me disa veçori edhe karakteristika të veçanta, ku e para përmendim siç kena thënë, agjërimi i këtij muaji është shtyllë për shtyllave të Islamit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Buniyal Islamu ala khams." Është ndërtu Islami mbi 5 shtylla. Fa shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dëshmia se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë vetëm se Allahu Azza wa Jall, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i tij. Madje thot wa iqamis salah, falja e namazit, wa ita'i zakah, dhënia e zakatit, wal hajji, edhe shkumja në hajj, vazhdon e thot wa sawmi Ramadan, dhe agjërimi i Ramazanit. Në Allahu Azza wa Jall, ndër veçoritë e këtij muaji është që ka filluar zbritjen e Kur'anit në këtë muaj.
duke thënë shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Muji i Ramazanit është muji në të cilin ka filluar zbritja e Kur'anit, i cili është udhërrëfyes për njerëzit plot me shenja të qarta për rrugën e drejtë dhe dallues i të mirës nga e keqja. Po ashtu Allahu Azza wa Jalla në surën Qadr thot inna anzalnahu fi lejlatil qadr, me të vërtet që na kena filluar zbritjen e Kur'anit në natën e Kadrit. E në këtë surë Allahu Azza wa Jalla na tregon se nata e Kadrit ka vlerë më shumë se sa 1000 muaj. E po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam na tregon në hadith duke thënë për këtë muaj fihi lejlatun khairun min alfi shahr man hurima khairaha faqad hurim. Në këtë muaj është një natë, gjendet një natë e cila është më e mirë se 1000 muaj, e kush privohet nga të mirat e kësaj nate, me të vërtet ai është i privuar. Ai i cili falet në këtë natë dhe lutet, Allahu Azza wa Jall atij ja fal gjunahet e mëparshme. Kujt e bën Allahu Azza wa Jall rresim u fal në këtë natë, me gjetë Allahu Azza wa Jall në këtë natë duke falë duke lutur atij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në lidhje me të men qama lejlatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai i cili falet në natën e Kadrit me besim tek Allahu Azza wa Jall dhe duke shpresuar në shpërblimet e tija, i falen gjunahet e mëparshme. Allahu Azza wa Jall ka bë agjërimin e Ramazanit edhe kalimin e netëve të Ramazanit në adhurim duke ju falë Allahut Azza wa Jall, po ashtu i ka bërë shkak për faljen e gjunaheve të mëparshme. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ai i cili agjeron Ramazanin me besim tek Allahu dhe me shpresë tek shpërblimet e tija, Allahu Azza wa Jall i fal atij gjunahet e mëparshme. Edhe në lidhje me namazin e teravive, thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Men qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ai i cili falet namazin e natës, pra teravit, gjatë Ramazanit, atëherë me besim dhe me shpresë tek Allahu Azza wa Jall tek shpërblimet e tij, Allahu i fal atij gjunahet e mëparshme. Në këtë muaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se hapen dyert e xhenetit. Hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhenemit edhe lidhen pranguesin shejtan. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha jaa Ramadan", kur vjen Ramazani, futihat abwabul janna, hapen dyert e xhenetit. Wa ghulqat abwabun nar, edhe mbyllen dyert e zjarrit. Wa suffidati shayatin, edhe lidhen prangosin shejtan. Në çdo natë të këtij muaji, Allahu subhanahu wa ta'ala liron njerëz nga zjarri i xhenemit, nga robëria e zjarrit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna lillahi tabaraka wa ta'ala 'utaqa'a fi kulli yawmin wa laylah, wa inna likulli muslimin fi kulli yawmin wa laylatin da'watun mustajabah." Allahu çdo ditë e çdo natë të Ramazanit liron njerëz nga robëria e zjarrit, pra nga xhehenami i shkruar për në xhennet. Vazhdon e thot profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe çdo musliman ka një dua të pranume, e kjo pra çdo natë e çdo ditë të Ramazanit. Agjërimi i Ramazanit është shkak me u fal gjunahet që bëhen mes dy Ramazaneve. Mes Ramazanit të kaluar edhe mes Ramazanit të tanishëm, ai që i agjeron këtë Ramazane, gjunahet që i bën në mes të Ramazaneve, gjunahet e vogla, Allahu Azza wa Jall bën shkak këtë adhurim që me ju fal të gjunahet. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith: "As-salawatul khams", 5 namazet ditore. Ato 5 namazet që Allahu Azza wa Jall na i ka bë obligim çdo ditë, çdo natë, sepse nuk janë selektive. Këto 5 namazet që na i falim nuk është se i ka obligim vetëm hoxha apo ai muslimani që vjen te dera xhamis, kurse i ka obligim çdo musliman, edhe është ABC-ja e Islamit. Është ABC-ja e Islamit. Omer radhiyallahu anhu thot: "Ai i cili
nuk e fal namazin, nuk ka hise në Islam, është çështje e rëndësishme. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams, 5 namazet ditore. Wal jumu'atu ila al-jumu'ati, edhe xumaja deri në xumën tjetër. Wa ramadanu ila ramadan, edhe ramazani deri në ramazanin tjetër. Thot kaffaratun lima bainahunna ma lam tughsha al-kaba'ir, janë shlymje për gjunahet që bëhen në mes tyne, në qovë se njeriu i shmanget gjunoheve të mlaja. Po ashtu, agjërimi i Ramazanit është i barazvlefshëm me agjërimin e 10 muajve. Agjërimi i Ramazanit është i barazvlefshëm me agjërimin e 10 muajve. Në lidhje me këtë, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Man sama Ramadana, thumma atba'ahu 6 min Shawwal, kana ka siyami ad-dahr." Ai i cili e agjeron Ramazanin edhe e pason me 6 ditë prej muajit të Shawalit, është muaji i pasardhës që vjen pas Ramazanit, atij i njehet sikur me agjeru tan vitin, i llogaritet sikur të kishte agjeru komplet vitin. Në lidhje me këtë, dietar kanë thënë, sepse Allahu azza wa jall i shumë fishon shpërblimet, edhe e njeh një muaj me 10 muaj. Edhe ato 6 ditë, Allahu azza wa jall i njeh si 60 ditë. E 60 ditë janë 2 muaj, 10 muaj, edhe 2 muaj të tjerë bëhen 12 muaj, edhe Allahu azza wa jall me mirësinë e tij i shumë fishon shpërblimet, edhe e njeh sikur të ishte agjeru komplet viti. Kështu janë edhe namazet. Në fillim Allahu azza wa jall kur i ka obligu namazet, i ka obligu 50 namazet. Edhe i lehtësoi dhe i bani 5, edhe tha 5 me shpërblimin e 50-ve. Edhe kjo është mëshira e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe mirësia e tij. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Man sama Ramadana fa shahrun bi 10 ashhur." Ai i cili agjeron muajin e Ramazanit, një muaj është me 10 muaj. Wa siyamu 6 ayamin ba'da al-fitri fadhalika tamamu siyami as-sana. Kush agjeron Ramazanin një muaj është sa 10 muaj, edhe agjërimi i 6 ditëve pra mas Bajramit e kompleton komplet agjërimin e ton vitit. Po ashtu ai i cili falet namazin e taravive, ai i cili fal namazin e taravive me imamin derisa imami të largohet, nuk largohet pa marru imamin, atij i shkruhet si me u pas fal ta natën, komplet natën. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith: "Man qama ma'a al-imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu layla." Ai i cili falet me imamin derisa ai të largohet, atij i shkruhet sikur të jetë fal komplet natën. Po ashtu prej veçorive dhe karakteristikave që ka ky muaj është se umrja gjatë Ramazanit ka shpërblimin e haxhit. Ka shpërblimin e haxhit. Jo se bjen poshtë obligimi i haxhit, por se ka shpërblimin e haxhit. Në lidhje me këtë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka bë haxhin e lamtomirës, është kthy. Edhe ka taku një prej grave të ensarëve, atyre banorëve të Medinës. Edhe i tha: "Çfarë të ka pengu ty, se kjo nuk e kishte bë haxhin. Nuk kishte marrë pjesë me profetin sallallahu alaihi wasallam në haxh. Ç'a të ka pengu ty me ardhë me ne në haxh, me në u bashku me ne?" Edhe i tha që na kena pas 2 deve, i përdorim këto deve për të transportu ujin. Edhe burri edhe djali i saj kishin shku në haxh me një deve, edhe deven tjetër e kishte lënë për me transportu ujë. E profeti sallallahu alaihi wasallam për ta qetësuar atë, i tregon shpërblimin edhe mënyrën se si më arrit ky shpërblim që i kishte kësaj muslimane. I thot: "Kur vjen Ramazani, thot shko për umre." Kur vjen Ramazani, shko për umre, sepse umreja në Ramazan ka vlerën e haxhit, ka shpërblimin e haxhit. Dërsa në një transmetim thot është e barabartë me kryerjen e haxhit bashkë me mua, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Për veçorive të këtij muaji po ashtu është me bë irtikaf, me qëndru në xhami me njetin me qëllimin e adhurimit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithmonë ka pas zakon që në 10 netësh e fundit të këtij muaji ka bë irtikaf.
ka qëndruar në xhami me niyetin e adhurimit, ndërsa pas vdekjes së profetit sallallahu alaihi wasallam këtë sunet e kanë vazhduar gratë e tij të nderuara. Është e pëlqyeshme që në këtë muaj më ushtu leximi i Kur'anit. Profeti sallallahu alaihi wasallam i vinte Xhibrili dhe studionte bashkë me të Kur'anin çdo Ramazan, çdo natë të Ramazanit, kurse në vitin e fundit të jetës së tij e ka bërë këtë gjatë 2 herë. Është sunet, është e pëlqyeshme po ashtu që me këtë muaj, për karakteristikave, për veçoritë të këtij muaji që me i dhan iftar, me bë iftare atyne që agjërojnë. Profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ka thënë: "Men fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi shay." Ai i cili i jep iftar agjëruesit ka me pas shpërblim të ngjashëm me shpërblimin e agjëruesit, pa ju paksu shpërblimi agjëruesit as pak. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Gjematit në ru, gjysa Ramazanit ka kalu gati pa uni as pak. I lumi a i cili i mbushi fletët e regjistrave të tij me veprat e mira, me vepra të cilat e kënaqin Allahun azza wa jall. Mirë për atë të cilin i ka kalu këto ditë e këto net me vepra të cilat nuk e kënaqin Allahun azza wa jall, përkundër se zemrojnë ata. Porse gjithmonë ka një pikë kthimit, pse Allahu azza wa jall dyert e tij alhamdulillah i ka lënë hap derisa të vinë shpirti me dal. Dhe veprat janë sipas përfundimit, siç thot për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim, me të vërtetë që veprat janë sipas përfundimit. I takon muslimanëve që në këtë muaj, në pjesën e mbetur, të pajisen me devotshmërinë ndaj Allahut azza wa jall, të garojnë në vepra të mira, të këshillohen mes vetit për të vërtetën dhe të bëjnë durim në këtë të vërtetë, të ndihmohen në veprat e mira dhe të ruhen nga veprat e këqija, siç thot Allahu azza wa jall: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." Bashkëpunoni, ndihmojeni një tjetrin në veprat e mira dhe mos bashkëpunoni në vepra të këqija. Dhe të kena kujdes nga të gjitha gjunahet që Allahu azza wa jall na ka ndalu, e sidomos në këtë muaj fisnik, sepse nuk është gjunahi në muajin e Ramazanit siç është jashtë muajit e Ramazanit. Ashtu siç nuk janë veprat e mira gjatë muajit të Ramazanit në lidhje me muajt e tjerë, sepse shumë fishohen veprat e mira, i rritet shpërblimi i veprave të mira, ashtu siç i rritet pesha dhe veprave të këqija. Dhe të lexojmë sa më shumë Kur'anin, duke e meditu dhe duke menduar rreth kuptimeve të tij. Le ta shtojmë dhikin për mendjen e Allahut azza wa jall, që gjuha jonë e lagësht për kujtimin të Allahut subhanahu wa ta'ala. Le të shtojmë istighfarin, kërkimin falje ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte njeri i cili janë fal të gjitha gjunahet, i kërkuan të falë Allahut azza wa jall 100 herë në ditë, ndërsa në një transmetim thotë 70 herë në ditë. Le të lutemi Allahut azza wa jall që më na bë prej atyre që i liron nga robëria e zjarrit të xhenemit dhe i shkruan emrat e tyre në banorët e xhennetit. Dhe si ashtu po ashtu të shtojmë lutjet të tjera të cilat kanë të bëjnë me dynjan tonë edhe me ahiretin tonë. Le t'i kushtojmë po ashtu kujdes e thirrjes për tek Allahu azza wa jall. Le t'i thrasim njerëzit në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala, sepse zemrat edhe gjokset e njerëzve janë më të hapuna, e pranojnë makullaj të vërtetën, e pranojnë makullaj udhëzimin e Allahut azza wa jall, duke mos harruar se na kena shpërblimin e thirrjes për tek Allahu azza wa jall. Sidomos kur udhëzohen ato njerëz, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam thot në hadith: "Men dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Ai i cili udhëzon, drejton dikë për tek e mira, ka shpërblimin sikurse ai që e ka vepruar atë.
Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një prej luftrave i drejtohet Aliut radhiyallahu anhu, djalit të Hazreti Aliut, khalifës së katërt të muslimanëve, i drejtohet duke i thënë: "Fa wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun lak min humri an-na'am." Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, pasha Allahun i thot: "Nëse Allahu azza wa jall udhëzon nëpërmjet teje një person vetëm, është më mirë për ty se sa devete kuqe." Devete kuqe atëherë kanë qenë mjeti më luksoz i transportit në atë kohë. E njëjta gjë mund ta krahasojmë edhe me mjetet e transportit në kohën tonë. I thot, është më e mirë nëse Allahu azza wa jall udhëzon nëpërmjet teje vetëm një njeri, është më e mirë për ty se sa devete e kuqe. E prandaj le të urdhojmë për të mirën, të ndalojmë nga e keqja, me urtësi dhe me butësi, në mënyrën më të mirë, sepse na jena një popull, ummeti i profetit sallallahu alaihi wasallam. Allahu azza wa jall e ka veçu, e ka bërë më të mirë se sa popujt e tjerë për disa arsye. Një ndër këto arsye është edhe urdhënimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Allahu azza wa jall kur flet për këtë ummet thot: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas." Jeni populli më i mirë që ka dalë për njerëzit. Pse? Ta'muruna bil ma'rufi, urdhnoni për të mirë, wa tanhauna 'anil munkar, dhe ndaloni nga e keqja, wa tu'minuna billah, dhe besoni Allahun. E ka përmend urdhnimin për të mirë dhe ndalimin nga e keqja së bashku me besimin tek Allahu azza wa jall. Në përfundim e lutim Allahun subhanahu wa ta'ala që me në Allah në sukses në realizimin e veprave të mira në këtë muaj, në largimin nga veprat e këqija dhe me në nxjerr faqebartë në ditën e gjykimit, e me kënë të kënaqur me agjërimin tonë në ditën e gjykimit, sepse siç e dina, muslimani i cili agjeron ka dy gëzime, si thot profeti sallallahu alaihi wasallam, një gëzim kur qel iftar, edhe një gëzim kur e takon Allahun azza wa jall, edhe shef shpërblimet që Allahu subhanahu wa ta'ala ka përgatit për agjëruesit. Në përfundim Allahu subhanahu wa ta'ala na urdhnu me salavat në profetin sallallahu alaihi wasallam, duke thënë: "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.